Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë të zije, ndahet nga jeta në moshë të re këngëtarja e njohur. Marinela, e lindur në Greqi, zëri legjendar i muzikës, e cila për afër 6 dekada ja ke dalë të magjeps publikun, ka ndëruar jetë në moshën 87 vjeçare. Njoftimi është dhënë nga familja e saj. Me hidhërim të thellë njoftojmë humbjen e Marinelës, nënës dhe gjyshes së dashur, e cila ndëroi jetë në shtëpi më 28 mars 2026 në orën 18:00. Marinela konsiderohej një nga zërat më të suksesshëm dhe më të njohur të Greqisë. Këngëtarja e madhe, e cila besonte se mosha është thjesht një numër, mbeti aktive deri në ditët e saj të fundit, duke thënë ndonjëherë se nuk mund të kuptonte njerëzit që nuk arrin të jetojnë çdo moment. Në gusht të vitit 57, ajo u takua me këngëtarin legjendar Stelios Katanitsis, një takim që do të ndryshonte jetën e saj. Pas ndarjes profesionale nga ai, Marinela ndërtoi një rrugë të fuqishme si artiste solo. Sipas burimeve, Marinela e regjistroi këngën me një marrje të vetme për shkak të mungesës së kohës. Ai regjistrim që dëgohet ende edhe sot e çoi karrierën e saj në një nivel shumë të lartë. Ajo fitoi gjithashtu njohje ndërkombëtare në Festivalin Ndërkombëtar të Këngës në Rio de Janeiro.